praktikuar, kanë ardhur, kanë kryer Akademinë e Arteve, se për gjithë ata të cilët na shiqojnë Akademia e Arteve nuk është kollaj, nuk është një universitet që ti veç ki me dalë edhe me bosh faqe. Janë edhe aty 13 landë, të cilat duhet mi mësu, edhe mi dhonë provimet, edhe ka plot që kanë ardhur nështë edhe prej vendeve tjera jashtë Prishtinës, që prindi vetë është dashur me sakrifiku mja pagu banimin, shkollimin, hajën, pijen, për me realizu që ajo qik andrën e vetë, edhe kur i kom pa do pjautit aty dhe mu m'ka pengu, nuk du mu keq kuptu që e kom pa me sy gjelozia, absolut hiq, e kom pa me një sy shumë kritik edhe jo të mirë. Unë e kuptoj, industria e televizionit ka njëherë din me bo dhe që si përshkak se është publiku a i cili në shta e vlerëson pamje nëse diqka. Po në qofë se hinën ki drejtim, qoftë edhe modele nëse je, atëra avancohu, se nuk është mare. Edhe nëse ti mund është me hinë këtë drejtim me 24 vjetë, nuk është mare me registru Akademinë e Arteve, paktën kur del me dalë profesionale. A ka pas në një personazh ma specifik që ke disht me prek me këtë jo, e di, na e dim të gjitha kush nuk janë konë të fushës edhe janë sot në industri. Se kam kërkon specifike të gjitha, të cilat nuk e di, nuk janë producenta, nuk e kom pas rolin e producentës as një herë, nuk e di ku është arsyeja pse këto ndodhen në këto projekte. Paka shumë kemi informata si kur unë edhe si të gjithë i kemi disa informata në rastet të caktume pse kanë qenë në projekte. Ka pak me të njofshme, ka pak me puna e sponsorave të cilët i kanë nështë dhe i kanë detyru mi marrë në projekt. Nuk po di, këto janë veç të thama, nuk kam diçka evidente në dorë, apo kupton, po janë lafe që i nim unë e te dhe të gjithë knena, po me që nuk kom qenë producenta asë njëherë, nuk i di qka e qyshe tek, po më vjen mirë që kote fundit nuk pisha shumë. Oke, atu kanë hek dorë vetë, a producentat e kanë marë industrinë dorë? Po mendoj që producentat nështë disa producenta pak më adekuate kanë marë industrinë në dorë, dhe kanë pa që abdin nuk ka prej pa profesionalizmi, abe kuptan, mundet me dhez një epizodë 2, po kur të rënsiku këlla aty den aktrimi lyp pun, në aktrim ti për me kryu një karakter, ti dush mi hi në gjenez karakterit, dush mu marrë me psikologjit karakterit, jo qash dorën në zamër se mundet me më kritiku edhe dikush mu se unë që tash për momentin Luis Keqe është shumë super komerciale, po në edhe që aty munona me dalë jashtë flutrës. Apo kuptan, jo që jem të bo vetë që tash për momentin profesionale diçka shumë, se për mu profesionale është një film shumë profesional, teatri, që step mundësin mu komercializu, ndërsa në profesionin ku unë të thash prej prallës me tupan jam fokusu, mandena unë e hina veç në botën e skeqeve, për faktin që për me depërtu në këtë industriu dashëm e me qëto, në skeqe dhe në komerciale, po besam me shumë sinceritet, po thëmë unona me krejt shpirt edhe pjesën e komercialis kur të bëj me qitë një copë profesionale mbrana. Në qofë se më kërkohet me lujt një plak transformona në aspekt psikologjik të sajna, në karakteristika psikologjike të sajna, që ka mundet me pas një të me, që shragan kur është nervëz, që shragan kur është e lumëtur, a ka në isen që ajo nuk është shumë e fokusume, ose ka një gjelozi të shprejo, nëse këto janë detajet cilat bohen me ndërtimin, kur ti vendos me ndërtu, munona mja ashti të gjitha, që ata dhe punoj shumë me mimika une, kur aktroj zdi son ke vrej, kështu që munona të gjitha ka pak mja aqit, edhe pse jam vetë në komerciale.